kur I dërguar Allahut prej Mekë në Medinë, kur ka nga Mekka në Medinë, këtë sahabët e Medinës ka pas më shumë se 500 që I kanë prit Resulullahin me gëzimin më I madh, se cili ka dish mi afru diçka Resulullahit. E nëna ime thot, Ummu Seleme e afroi tha, ja Rasulullah, unë nuk dish ka më të afru ti më të dhonë, se cili jep nga vetja vet. Du më dhonë diçka vakëf une për vetën time. Merret gjelin tim edhe le të baje hizmet ta njëjtën tyje. Edhe ka thonë lutu për gjelin tim. Edhe I dërguar Allahit ka bë dua dhe lutje. E ka thonë o Allah, akthir malehu wa waladuhu. O Zot, shtoja shumë pasurinë dhe madhin edhe baje me dhurrijet, me pasardhë dhe evlat. Nuk ka pas pasuri më të madhe se ortat Medina asnjëri, edhe ka mri më shumë se 100 fëmijë dhe nipa dhe mesa. Bereqeti duas Resulullahit alayhi salatu wasallam. 10 vjet I ka shërbi. E vakëf. Vakëf nuk do me thonë vetëm me dhon pare, me lën tokë, me lën mall, me lën duçan, edhe vlodin me dhon vakëf, konsiderohet vakëf. Bile, kush e di rastin me Merjemën alayhis salam, Merjema, nëna Merjemës ka qenë me barë edhe ka pas fëmijën, ka qenë 7 zane. Ka thonë, o Zot, këta shka e kam unë e barë në barkën time. Ka thonë, inë në dhërtu, jam të zotu, o Zot, vakëf, muharreren, fe të kabbel mini, kam të avon vakëf e flatin tem. Nëse del dunjo, kam I shërbi gjamiës ta në Mesjid al-Aqsa. Mirë po kam minu se kam u kanë djali, ka dalë vajzë, Merjemja. Ambë si do qoftë, dishka e shka e ki, e ban vakëf. Edhe kjo shka më interesant, thot, kjo autore, dallimi jonë muslimanëve sotshmit me musliman kaluar. Musliman kaluar cilin më të çmueshëm dhe me vlerë ka dhënë vakëf Islamit. Sot për fat keq na kundër të lebajna. Fëmijën më të mirë përgatit me çona në Gyrbet, në Evropë. Fëmijën më I dopt, aq për xhallëk. A është realitet kjo? Realitet është, me keqardhje. Ku shumë me pesqe, ku në ekonomi, medicinë, shkollat politike, mani, të parja. Ai që është me dysh, me tresh, shkojnë me drejse për hoqë. E kundër ta të kjo. Në vladin më të mire ka thonë një Rasulullah, mere në zanës të këti me drejse. E për ta dhe nuk ka bereqet sot, mes kalumës që ka pos më shumë, shka bereqet.